Në një cep të paqëndrueshëm të lindjes së mesme, mes shkretirës dhe detit, ndodhet një kalim i ngushtë që mban ekonominë globale në dorë. Ngushtica e Hormuzit. Vetëm 3,3 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë. Megjithatë, pesha e saj strategjike te i kalon shumë për masën fizike. Kjo është pika më kritike e ngushtimit të energjisë në botë. Në veri ndodhet Irani, në jug, Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Një korridor detar ku qindra tanker gjigant nafte kalojnë çdo ditë. Korsitë e lundrimit janë vetëm rreth 3 kilometra të gjera në secilin drejtim. Një incident, një raket, një llogaritje e gabuar dhe tregjet globale dridhen. Çdo ditë, midis 17 dhe 20 milion fuqi naftë kalojnë përmes këtij kalimi të ngushtë. Kjo përfaqëson rreth 20% të konsumit ditor të naftës në botë. Energjia që fuqizon ekonomitë më të mëdha rrjedh në Arabia Saudite, Iraku, Kuvaiti, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe duhet të kaloj pikërisht këtu. Pothuajse 20% e tregtisë globale të gazit natyror të lëndëzuar kalon gjithashtu nëpër këto ujëra, pjesa më e madhe nga Katari, një nga eksportuesit më të mëdhenj të LNG në botë. Nëse kjo rrugë bllokohet, bota nuk dalet, por ajo paguan çmimin. Historia ka treguar se edhe vetëm kërcënimi për ndërprerje në ngushticën e Hormuzit mund të rrisë çmimet e naftës brenda pak orësh. Një mbyllje e përkohshme do të dërgonte valë tronditëse në tregjet financiare. Çmime më të larta të naftës nënkuptojnë karburant më të shtrenjtë, rritje të kostove të transportit, rritje të çmimeve për ushqime dhe mallra thelbësore, dhe inflacion në rritje nëpër kontinente. Në një shirit i ngushtë ujë në gjirin persik, tek çmimi që paguani në pompën e karburantit. Irani ka paralajmëruar vazhdimisht se mund ta mbël ngushticën në rast konflikti. Si përgjigje, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre mbajnë një prani të vazhdueshme ushtarake në rajon për të garantuar lirinë e navigimit. Anijet ruftarake patrullojnë këto ujëra. Tankerët e naftës lëvizin në eskort të armatosur. Dronë dhe sisteme mbikëqyrieje monitorojnë çdo lëvizje. Këtu, diplomacia dhe fuqia ushtarake veprojnë krah për krah. Dhe çdo llogaritje e gabuar mund të ketë pasoja globale. Disa prodhues rajonal kanë ndërtuar tubacione për ta anashkalluar ngushticën dhe për të reduktuar varësinë nga kjo rrugë. Por këto alternativa nuk mund të zëvendësojnë plotësisht vëlimet e mëdha që transportohen me det. Realiteti mbetet i thjeshtë. Bota ende varet nga ngushtica e Hormuzit. Kjo nuk është vetëm një rrugë ujore, është ndikim, është presion. Është një kartë strategjike në një nga rajonet më të ndjeshme në tokë. Sa herë që tensionet rriten në lindjen e mesme, qeverit, investitorët dhe tregjet e energjisë i drejtojnë syt drejt këtij korridori të ngushtë, sepse nëpër këto ujëra rrjedh më shumë se nafta, është vetë stabiliteti i ekonomisë globale. 33 kilometra e gjerë, një vijë e hollë në hartë. Megjithatë, mjaftueshëm e fuqishme për të ndikuar tregjet, për të formësuar gjeopolitikën dhe potencialisht për të ndezur një krizë globale. Kjo është ngushtica e Hormuzit, arteria që mban gjallë sistemin energjetik të botës. Dhe një nga pikat më të rrezikshme të tensionit në planet.